Më tregoni pak, duke qenë se ne kemi parë shumë emra shqiptar që kanë korë sukses në përballë, shumë tituj, patjetër jemi gjithë krenar. Si keni marrëdhënie, tu kontaktoni me njëri tjetrin, këshilloheni apo jeni totalisht të distancuar? E këtë, me bukëqirat të tjerë shqiptarë. Po. Me thonë drejtën unë ju uroj tonëve suksese, por me thonë drejtën neve si vlezër kur s'na ka përkrakur kush, as këngëtar, as bukësira, as kërkur. Vetja kena dalë, kena arrit një ofitu të zemrën shqiptarëve, na vinë nga 2.000 shqiptarë na vinë çdo ndeshje si bojmë na, si Gjerman që ditën. Edhe du bile t'i falenderoj live, janë vetëmi që na kanë suportu në tonë shqiptarin, janë Arkimet Lusha Stresi, si ka vllajën teme ka suportu gjithmonë edhe dëngjoni, kështu që i përshëndes të dy tjerë s'na kanë suportu, as nuk po dojnë a parë, na suportu masi, tash ja kena dalë vetë me forca këtu. Të dy i falenderojmë nga zemra që na kanë suportu. Zakonisht sportistët